kanë marrë, si ku me shku pa ty, zemra jem kara, veç të ti e gjenë qetësi, ti e fjallë që stuhet, melodia që ndigjohet, dhe shtë Këtë këngë që këndova, nuk është për ty. Kjo ardhë dyqy shumë rasisht, me thonë drejtën, nuk erdhë me plan program. Son me plan program e kum pas që si vjetë mi lancu shumë projekte, shumë këngë të reja. Po, pa pritmas, ndodhe diçka që su prit, ka një befasi. Po një këngë tjetër që ka mu lancu, është për ty. Po ato kime ndëgju ditët në vjem. Po kjo këngë është shumë e veçantë. Ka të bëj me tradhti. Kështu që për ma shumë, prit në këngën edhe keni me ndëgju. Qka pas ka ndodhë që ka më përbuti me bu një këngë për tradhti, duke thonë është dedikim. Ashtë historia juj? Mbetet me po, pelas si surpriz. Ti këtu ki vendos që martë me lujt një loj, pa pëlqimin tim. Mua është këlli vetëm këtë botë, une nuk moj vetës mja limitu disa sene që i kam andër prej e vogël. Njeri jëtë, këqyrë që ty me të pa mas mirë ti. Mirë, nuk më ka do keq. Tash mbetet mu pa se qyshe vazhdon kitë rrugtim. Si dijet, jeta është kri surpriza, kështu që pjallojmë pak kohës. Jo, unë po pres për tje me folë, atë që e njëse këtu në Big Brother. Me tonin? Atë ka zhvenju diçka e vetme, qofte dhe raporti saj me tonin? Jo, absolutisht jo. Kjo ka vendos vetë që me hin kitë rrugtim, kështu që ju urej suksese. Tema rrëth lidhjes, rrëth dashnis, mujna mi vazhdu mas bigut. Kur del Benita, ka mundësi që kemi me pas një bashkëbisedim, po pjallojmë pak edhe kohës se tash këtë fokusi është të Big Brotheri, edhe unë të njëjtën kohë kam i lancu shumë projekte.